ti në për kafe ke marrë vendimet më të rëndësishme shtetërore me vitet tana. Pikërisht për pjesën kulturë, vendimet që do të më marrë në objekt qeverisë, mirën në për kafe. Po nuk çka konsiderohet gjithçka, sepse kjo është ndoshta problemi i perceptimit të gjanave. Po që për shembull në miku imi më thënë hajde shkojnë në Amerikë, punojna atje lojna pjota se s'na shaj kërkosh. Jo, po, që puna e kafeve, unë besoj, unë vetë e kam pa, në secilën punë, ku kam punu, e kam pa që shumica edhe i zhvendosin takimet e punës në për kafe. Dhe me thonë, ne institucionin e kafe se shojmë si institucion pune. Nuk e shojmë thjesht si institucion për socializim. Mirë po është, dhe me thonë, është fenomen i kulturës tonë. Dhe me thonë, unë e di. 80% deputetëve kanë që të në për kafe. Po ti në për kafe i ke marrë vendimet më të rëndësishme shtetërore me vitet tana. Do me thonë, kafja në Kosovë ka tjetër kuptim për vendeve tjera. Një kafe ne është institucion, ku janë marrë vendime, do me thonë. E ti meri prej viteve para luftës. A mund të konsideroj kjo gjë negative? Nuk është si negative, është fenomen kulturor. Do me thonë, është fenomen kulturor ku ti kafen thjesht të shfrytëzon si institucion, sepse ti tash meri qytetë, unë s'fund me e kam bërë një shkrim. Pikërisht për pjesën kulturë, vendimet që do të më marrë në objekt qeverisë, mirën në për kafe. Nuk po ndalem të një fenomeni caktë, unë po flasë për tërsi për vetë... Po që të problemi. Ti po të këtë deputet në për kafe, falëshin a e votojna se votojna dështime Haxhion. Ti po e merë vetëm një segment fenomenit, unë po flasë për fenomenit të tërsi. Dhe me thonë, kafja është si institucion punë, sepse njerëzit... Më interesant mendimet në këtë mes, sepse po shoh Mandinin edhe Ljonin që nuk po pajtojnë në disa pika, ndërkohë po të shoh ty duke qesh. Po, është qesharoge, sepse nëse nuk e di, unë kom punu edhe në qeverinë Gjermane, një kohë edhe do më thonë është njona prej institucioneve ma të respektume but, edhe normalisht që vendimet nuk mirën në për kafe, kjo të kallëzën shumë për seriositetin edhe të shoqënis. Unë e mundë me kuptu që me diskutu ndështë si gazetar, me një protagonist saktum një historias, mundesh me u taku me një kafe, pastaj me shku me gjiru në lokacionet ndryshme, mirë po, qëfar dhe lloj pune që ufta jo, nuk mendoj që është serioze nëse vendi punës, do më thonë, ose takimet zyrtare zhvendosën kafe, pa më parasysh asaj që thët Lelioni që i përket kulturës, që në aspektin e analizës shoqërore, kulturore, mundet me usqaru, mirë po nuk është absolutisht në rregull. Unë e shoh për shembull që të na edhe në rartë punës ma shumë bojnë qef, diqysh njerëzit ma shumë kanë qef, okej, hajde bojmë dhe krym diçka për shembull një diskutim ose diçka të saktume, edhe hajde shkojmë kafe dhe vazhdojmë diskutimet për me marrë vendimet në punë që mendoj që nuk është në rregull.